E kum quë në gjykatë, e unë jem gati me deket e des s'kan me dhonë. Uk Stojkajt, 84 vjeçar, të cilit ishte vrarë bashkëshortja në luftën e fundit me 1999, së fundmi i ka dalë një problem edhe me pensionin, i cili thot se i takon si familjar i viktimës së luftës. Në një vendim të Ministrisë së Punës dhe Miqenes Sociale të lëshuar në vitin 2008, Stojkajt i ishte njohur e drejta për pension në kategorinë familje e viktimës civile të luftës. Në vitin 2024, 84 vjeçari thot se pranoi një njoftim me shkrim nga institucionet, përmes të cilit i kumtohej se me rregulloret e reja nuk mund t'i marrë dy pensione njëkohësisht, duke e lënë të zgjedhë njërin pension, pensionin e familjeve të viktimave civile apo të pleqërisë. Rasti i tij tani është në procedurë të hapur në gjykatë, por ai shpreh shqetësimin se procesi gjyqësor mund të zgjasë me vite, duke theksuar se në moshën 84 vjeçare nuk duhej t'i ndalej kjo e drejtë. E ku marrë te 2024, të merë me shkrim jo dy pensionet zbon me i marrë adin, e ta kemi nalë. E kum quë në gjykatë, e unë jem gati me deket e des s'kan me dhonë. A të din ti, se 84 vjetë, ata kanë lujtë me mua. E ku marrë pe atëherit, e kom vendimin që e kanë punë vendimin prej 2008-ës, tek tëra 2024. Gjukatë që 2 muje kum quës më ka dhënë përgjigje. Kërkesa jeme është friga si e kum qua atje, ka më zgjatë 5 vjetë a 6 vjetë gjyqin. Për të sqaruar bazën ligjore të kësaj ndërprerje, Kallzo.com ishte drejtuar Ministrisë së Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare. Sipas këtij institucioni, legjislacioni aktual nuk lejon përfitimin e dyfisht nga buxheti i shtetit. Në rastin konkret të zotit Uk Stojkaj, ndërprerja e pensionit për familjet e viktimave civile të luftës është bërë në bazë të kërkesës së tij të datës 20 nëntor 2023 me numër protokolli 1082/23 me qëllim të realizimit të pensionit parcial kontribut pagues të moshës sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në nenin 8/A të ligjit numër 080/L/248 për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit numër 04/L/131. Në zbatim të dispozitave ligjore të cekura më sipër, nuk lejohet që i njëjti person të përfitojë njëkohësisht nga dy skema pensionale. Prandaj është aplikuar kufizimi ligjor dhe është ekzekutuar pensioni më i favorshëm. Legjislacioni aktual nuk e lejon që një qytetar të përfitojë njëkohësisht pension kontributiv parcial të moshës dhe pension nga skemat e kategorive të dala nga lufta, përfshirë pensionin e familjeve të viktimave civile. Kjo ndalesë mbështetet në dispozitat ligjore si vijën. Ligji numër 04/L/131 për skemat pensionale të financuara nga shteti, neni 16, kufizimet në numrin e pensioneve të paguara, përcakton se personat të cilët janë përfitues të cilido pension nga skemat pensionale të përcaktuara me këtë ligj, në asnjë rrethon nuk mund të jenë përfitues të ndonjë pensioni nga skemat e veçanta pensionale, të cilat menaxhohen dhe administrohen nga Ministria. Ligji numër 04/L/054, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin numër 04/L/172, neni 5 në paragrafi 1.4 përcakton se përfituesit e pensioneve sipas këtij ligji nuk mund të jenë shfrytëzues të asnjë pensioni nga skemat e tjera pensionale të aplikueshme në Kosovë, përveç nëse ndryshe është përcaktuar me ligj. Kallzo.com ka kontaktuar edhe gjykatën themelore për këtë rast, por deri në publikimin e kësaj historie nuk ka pranuar përgjigje.